Tek produktet më të lira ushqimore, të cilat mund të gjenden në 6 zinxhirët e marketeve në gjithë vendin dhe që përdoren nga Lidhja e Sindikateve të Maqedonisë për formimin e shportës së konsumit, në mars, në krahasim me shkurtin, pothuajse nuk ka rritje të çmimeve të produkteve ushqimore. Kjo mund të shihet nga të dhënat që LSM ja dërgoi televizionit 21. Nëse shihet veç e veç, buka, sheqeri dhe kripa nuk janë shtrejtuar. Ka rritje të vogla çmimesh tek disa produkte të qumshtit, kryesisht tek djathi i lopës për 10 denar dhe tek djathi i lopës dhe i përzier për 14 dhe 25 denar. Tek mishi nuk ka rritje çmimesh, ndërsa tek frutat dhe perimet, tek disa produkte ka rritje e tek disa ulje. Është interesante që sindikalistët kanë arritur të gjejnë vaj për gatim për 96 denar për litër, që është 3 denar më lirë se në shkurt dhe për 10 denar më ulët se çmimi i zakonshëm. Nga LSM thonë se ata kërkojnë çmimet më të lira nga më të lira që mund të gjenden në 6 zinxhirët e marketeve në vend, prandaj kanë arritur të gjejnë vaj kaq të lirë për gatim. Ndërkaq, ekonomisti Viktor Mitreski nga Shoqata për Hulumtime dhe Analiza thotë se kriza globale me energjetikën ende nuk është reflektuar te ne dhe që është e pritshme nëse vazhdon të eskalojë, pra do të ketë një ndikim të vonuar. Ai për pyetjen e cila po bëhet gjithnjë më shpesh në publik, nëse qeveria duhet të fillojë të mendojë për marrjen e masave konkrete për kontrollin e çmimeve në shitje me pakicë, thotë se kjo është një çështje që momentalisht nuk duhet të flitet shumë, sepse disa nga rrjedhat ekonomike udhhiqen nga pritshmëritë. Тоа што владата во моментов треба да го прави е будно да ја следи состојбата, постојано да врши мониторинг на пазарите и што е уште поважно, во доследност да го спроведува законот за нефер трговски практики. Ако има контрола на овие делови, тогаш за очекување е дека во моментот кога ќе се случи и доколку се случи такво пролонгирање на оваа криза, да може соодветно да реагира. А кога ќе реагира, мерките не треба да бидат едни и сеопфатни, затоа што искуството ни покажа дека справување со такви мерки не даваат голем резултат. Може би го зачувуваат стандардот на граѓаните, но тоа што е погодено е фискалниот простор, односно фискалната позиција на државата. Mitrevski thotë se edhe nëse ka masa që do të kontrollojnë çmimet në shitjet me pakicë, ato duhet të jenë të synuara në mënyrë adekuate tek qytetarët dhe kompanitë më të prekura. Ndërkaq, televizioni 21 kontaktoi edhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut për të verifikuar nëse ka pasur rritje çmimesh në mars krahasuar me shkurtin. Edhe aty konfirmuan informacionet e LSM-s se nuk janë vërejtur devijime të mëdha të çmimeve, përveç tek vaji për gatim dhe tek vezët. Vaji është shtrejtuar sepse është produkt i tregut, ndërsa vezët për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të sojës dhe misrit.